Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Receta për sot do jetë tepër e thjeshtë, por me disa sekrete të vogla që e bëjnë shijen absolutisht fantastike. Kjo recetë fillohet dhe përfundohet në tigan. Fillojmë nga puna. Grim në fillim të recetës një qep. Mundohemi ta grim sa më imët qepën. Dhe më pas do e vendosim në një tigan të thellë. I shtojmë 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje të mirë qepës. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne do presim në pjesë të vogla 4 speca. I kam sjedhur speca me ngjyrë, 2 janë të kuq dhe 2 speca të tjerë janë jeshil. Nuk do t'i bëjmë shumë të vogla, por dhe jo shumë të mëdha. I presim në këtë mënyrë. Speca tashmë janë gati, edhe qepa në zjarr është kaurdisur. I bashkojmë edhe specat. Do t'i bëjmë specave një kaurdisje të lehtë. Këtu kam një kavanoz me kërpudha. I kullojmë nga ujë, sigurisht që duhen shplar para se t'i përdorni dhe i lëm të kullojnë. Këtu shtova disa domate pomodorini. I vendosim kapakun për 5 minuta sa domatet të shpërbëhen. Më pëlqen t'ja largoj lëkurën këtyre domateve. Pasi nuk dua të na bezdisin në gjellë. Ky është momenti për t'i shtuar 2 thelpinj hudhër, por unë do t'i shtoj këtë kremin e hudhrave që kam përgatitur në blender me vaj ulliri. Kam ngrirë hudhrat bashkuar me vaj ulliri dhe e lënë në frigorifer. Ron për disa muaj dhe është shumë kollaj në kuzhinë. Shtojmë kërpudhat e kulluara dhe të lara. I bëjmë edhe kërpudhave një kaurdisje. Për t'i shtuar shijen unë do t'i shtoj verë të kuqe. Vera mund t'i shtoni edhe verë të bardhë, por vera e kuqe i jep ngjyrë edhe më të bukur. Pasi ka avulluar alkooli i verës, shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë domateje. Unë do t'a bëj pak pikante këtë recetë, duke i shtuar dhe një majluke me salcë djegëse. Shtojmë 200 ml pana, është kjo pana që përdorim për makarona zakonisht, pan gatimi. E përziej mirë. Rregulloj masën me krip, pak piper të zi. Do t'i shtoj dhe mix erëzash. Do t'i lëm të ziejnë avash avash derisa shijet të lidhen. Kur ta shikoni që masa është bërë kremoze, fare mirë kësaj recete mund t'i shkonte edhe djath kaçkavall sipër, por edhe kështu është fantastike. Pak majdanoz pasi ka pushuar dhe kemi gati për ta konsumuar. Ka një aromë që ka mbushur gjithë shtëpinë. Salsa është e lidhur eksaktësisht ashtu siç duhet dhe të kënaq me shijen. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të komentoni dhe të më shkruani nëse do e provoni. Me dashuri nga kuzhina ime.